punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilën ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra aty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për punë. Mirëmbrëma, miq të Tru Podcastit, miq që vini për herë të parë në kanalin ton. Sot do vazhdojmë me vazhdimin e luftës së Iranit me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë kush përhap si thuash janë këto frikrat, konspiracione, jo bomba bërthamore, jo po do na sulmojnë, jo po Izraeli, jo po Ayatollahu, etj. Për këtë temë, ose mbi këtë temë, unë mendoj se në Tru Podcast ka ardhur një nga personat, profesor kolonel, të cilët e njohin më mirë se askush tjetër, të pakën në këtë pellgun ton të Shqipërisë, Iranin, Irakun dhe lindjen e mesme. Unë personalisht i kam bler të 3 librat e tij, Forcat Al-Quds, Strategjia ushtarake e Iranit dhe Gjeopolitika e Republikës Islamike të Iranit, të botuara nga Dritan Demiraj, e kishte di edhe tekstori im në Instagram, të botuara nga shtëpia botuese MB. Për të gjithë juve që doni të më kontaktoni mua për të marrë librat, më shkruani tek numri 069 80 55 554. Nuk kam asnjë lloj përfitimi, por përfitimi më i madh për një studius është që libri të përhapet dhe të lexohet. Për gjithë të temë që unë fola tani më, kam ftuar mikun dhe kolonelin e mirënjohur, mjeshtër i madh, e di unë që është titulli, Dritan Demiraj. Kolonel, përshëndetje. Faleminderit që pranuat të vindit në Tru Podcast. Ja u siguroj që jeni një vlerë e shtuar dhe më kanë shkruar, nuk e ke idenë se sa mesazhe për gjatë një viti e 4 muaj që unë merrem me këtë punë, që t'ju kontaktoja, t'ju vija në kontakt që t'ishit pjesë e Tru Podcastit, më në fund u a bë të ëndrrën realitet shumë djegësve tanë. Mirë se më erdhe. Profesor, të futemi direkt në temë. Sa e rrezikshme është kjo luftë dhe sa i rrezikshëm është potenciali që kjo mund të vazhdojë me muaj apo dhe me vite, pasi kemi dëgjuar shumë false flags, kemi disinformations e të gjitha me radhë. Pra disa thonë do zgjasë 2 javë, disa thonë do përdoren bombat atomike, etj. Tani dua një këndvështrim totalisht racional nga një kolonel që e njeh gjeostrategjinë. Ju faleminderit për ftesën. Të gjitha mundësitë për të përdorë të gjitha ato që sapo thatë ju pak më lart ekzistojnë, për shkak se i gjithë ky operacion ushtarak, i cili mendoi të ishte shumë i thjeshtë, Po? pra mendoi gabimisht nga planizuesit ushtarak dhe në mënyrë të veçantë politik këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne kemi paralajmëruar edhe përpara se të fillonte ky konflikt, në qoftë se do të fillojë, do ketë një përhapje, një zgjerim të madh për shkak se edhe për shkak të tempit, të temperamentit që ka presidenti Trump, i cili nuk e pranon humbjen, përgatitjet e Iranit për 35-40 vitesh ishin në atë shkallë të cilat e pasqyronin qartë për çdo studius që ky pushtim nuk do të ishte i lehtë për shumë arsye që ne gradualisht gjatë emisionit do të analizojmë. Ju keni plotësisht të drejtë kur thoni që edhe mundet të përdoren armë me fuqi të madhe, përfshi këtu edhe armët taktike bërthamore, në rast se situata do të eskalojë. Po sigurisht, kjo është faza e fundit e konfliktit, për të cilën ne shpresojmë që të mos ndodhi.
në vigjilje të këtyre sulmeve, ata që merren me gjeopolitik ose me diplomaci e kishin kuptuar që kjo lloj përplasje do vinte një moment që do ishte e pashmangshme, pasi të dyja frontet kishin më shumë se 2-3 dekada, të cilat e përdorin njëra tjetrën për propagandën e brendshme. Irani dilte me vdekje Amerikës, Izraelit, botës e tjerë. Pra janë disa dogma fetaro-politike që përdoreshin nga ajatollahët, ndërkaq nga ana tjetër do shpërndajnë demokracinë, do rrëzojmë regjimin e tjerë. Tani, kjo është pjesa që ne kemi parë në për televizor. Ajo çfarë dua unë është kalojmë pas perdes. Kujt i intereson ky konflikt? Ose mund të më bësh një dekodifikim të gjithë antarëve brenda kësaj lufte dhe na i shpjegosh pak interesat e secilit krah. Pa diskutim që kjo është luftë që bëhet për interes të Izraelit. Nuk ka asnjë lloj diskutimi, këtë e di tashmë gjithë bota, po flitet në Kongres, po flitet në Senat, një pjesë e madhe e bazës Maka është e përqarë, madje deri tek Shtëpia e Bardhë. Dhe kjo nuk ka asnjë diskutim, tashmë nuk ka më asgjë të fshet sepse përplasjet po shfaqen çardhëzi në për televizione. Ajo që vlen theksohet është që fuqia ushtarake dhe e ka theksuar më sinqerisht nuk mund të kishte se sa sekretari Rubio, i cili tha, nuk mund të prisnim më, tha, sepse aftësia dhe kapacitetet ushtarake të Iranit po dilnin jashtë kontrollit. Dhe imagjinoje ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë një fuqi ushtarake të pasfidueshme globale, thonë që po dilnin jashtë kontrollit. Kjo është ajo që unë thoja prej 2-3 vitesh që nuk bënim reklam për Iranin, por duke qenë në rolin e analistit ushtarak, dhe në rolin e analistit ushtarak nuk guxojmë të marrim krah për sa kohë që kundërshtari strategjik forcohet çdo ditë më shumë dhe të themi shiko se 100 bomba ka, 50 bomba ka. Këto analistët e Shqipërisë nëse të kujtohet para 2-3 viteve, ose të gjithë që thonin këto 2 vite, i ke dëgjuar që thonë Hezbollahu ka mbaruar. Ka vdekur po. Hezbollahu sot ka humbur 50 raketa në qendrën e Izraelit. Hezbollahu po ndalon ofensivën në jugun e Libanit në çdo vend ku ka instaluar dhe 1 ose 2. Pra në këtë kontekst e kisha që aftësia e një analistit mirëfillt ushtarak është ti pasqyroj, ti analizoj në detaje me fakte rreziqet dhe kërcënimet në mënyrë që të mos përballen me surpriza. Dhe pikërisht sekretari Rubio këtë tha, në qoftë se do të prisnim edhe pak muaj, ne tha nuk do të kishim çfarë të bënim më. Dhe sigurisht që ai me shumë sinqeritet tha dhe këtë tjetër që ky operacion u inicua, tha, ishin nisur avionët Izraelit dhe ne tha ju bashkuam për shkak se siç rëndom e përpunon atë nga ana psikologjike administratën e Trumpit me të vërteta dhe gënjeshtra kryeministri Netanyahu kishte deklaruar që unë kam marrë vendimin do të sulmoj, mirë po keni parasysh, po nuk më bashkuat mua, ato do të shkatrojnë bazat ushtarake amerikane. Dhe pastaj humjet e juaja do të jenë të mëdha dhe konsekuencat do të jenë politike. Dhe në këtë këndvështrim sekretari Rubio deklaroi qartësi që ju bashkuam edhe ne këtij. Pra këto janë 2 arsyet kryesore të fillimit të këtij konflikti. Po, a mund të themi që është në interesin edhe të regjimit islamik të ajatollave, një sulm i tillë, iniciuar nga Izraeli, le të themi, për të blinduar pushtetin absolut që ata kanë në Iran? Sot, e kësaj dite, burime që na vinë neve, nuk e di janë të bazuara në 3 apo 4 burime, janë të konfirmuara apo jo, por unë di që Garda Revolucionare sot, e kësaj dite që flasim, ka një karta blanka, është fuqizuar ai shumë, sa mund të shpalli armik të regjimit këdo pa gjyq, mund të vrasi qytetar që mendojnë kundër regjimit e tjera. Dhe sa e vështirë është normalisht të pushtosh Iranin. Pa diskutim, po kjo vjen si rezultat i sulmit të datës 28, kjo vjen si rrjedhoj
e operacioneve, e vrasjeve politiko ushtarake që u bën me datën 28, Po. dhe kjo nuk bëri asgjë tjetër përveç se unifikoi një pjesë të madhe edhe të atyre qytetarëve, të cilët ishin kundër regjimit, të cilët deri para 2 javëve ishin pjesë e protestave dhe përrjedhoi duke unifikuar, sepse tek e fundit pavarësisht ndarjeve politike dhe forcave politike që përfaqësojnë, një pushtim i paprecedent i kësaj shkalle, imagjinoje 200 avion të sulmojnë në të njëjtën kohë, është një forcë izraelite dhe amerikane ajrore. Operacion të kësaj shkalle nuk ka aftësi asnjë lloj aviacioni botëror, gjikundi në shtetet e tjera, sepse dhe përdorimi i kësaj sasie të madhe, këtij volumi të madh shkatërrues, nuk bëri asgjë tjetër, po solli këtë që sapo thatë ju në fillim të kësaj analize. Së dyti, pa diskutim, për sa i përket aftësive, kapaciteteve të Iranit, është një kështjell topografia dhe gjeografia e cilit e vështison në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe pikërisht për këtë arsye, nga ana perëndimore për gjatë gjithë Bregdetit kemi malet, kemi një vargmal shumë të gjatë. Ja harrova emrin, po. Zargos Mountains, të cilat gjatë gjithë historisë 5000 vjeçare të ekzistencës së Persisë, Iranit kanë qenë një kështjell e pakalueshme. Edhe gjatë viteve 81, 88, kur Saddam Husseini me mbështetjen e Perëndimit dhe me financimin e gjithë vendeve të GCC-s, në mënyrë të veçantë Kuvajtit, Arabisë Saudite e Emirateve, tentoi të pushtonte provincën e Kuzistanit, që është provinca me shtetas sunni që ka sasinë më të madhe të naftës, pikërisht vargmalet Zargos dhe Alborz në pjesën e detit Kaspik në veri, të cilët e bëjnë të pakalueshëm. Kurse në pjesën jugore, lindore, janë shkretëtirat të cilat janë të pakalueshme, asnjë lloj ushtrie s'pari nuk kalon për shkak të terrenit, e ka të pamundur dhe po nuk patë mundësi për të siguruar linjat e furnizimit dhe të komunikimit, e ketë pamundur për ta pushtuar. Dhe së dyti, temperaturat që kalojnë 60 gradë e bëjnë të pamundur që të operosh në ato. Sipërfaqja e madhe, përgatitja ushtarake shumë dimensionale, të cilat unë përgjatë këtij emisioni, këtij bashkëbisedimi, do përpiqem t'i analizoj në detaj. Patjetër. Gjitha këto dhe struktura ushtarake e Iranit, e cila është krejt ndryshe nga gjithë vendet e tjera në botë. Irani nga një anë ka forcat armatosura shumë moderne, të cilat përbohen nga 610.000 forca, por nga ana tjetër ka edhe një forcë armatosur, e cila poseidon një fuqi shumë herë më të madhe se sa forcat armatosura Artesh, të cilat janë pra garda revolucionare, e cila është forcë ushtarake fetare që është krijuar vetëm për të mbrojtur mbijetesë, për të siguruar shtyllën kryesore të strategjisë ushtarake të Iranit, mbijetesën e regjimit me çdo formë tjetër mundur. Pra, përrjedhoi ky duplim forcash ajrore, tetare, toksore, speciale, këmbësorie dhe të hapësirës raketore, e fështison tej mase lirinë e veprimit të forcave, në rastin konkret të ushtrisë amerikane dhe të aviacionit izraelit. Gjatë një deklarate, një nga generalet e ushtrisë revolucionare, gardës revolucionare të Iranit, tha 2 pika, po përpiqem ta citoj: armatimi që ne kemi përdorur deri më tash është armatim i vjetër, ne akoma nuk kemi dalë tek armatimet e reja. Pyetja për juve, koloneli Joni nderuar, është sa i rrezikshëm është armatimi i ri i këtyre zotrinve, kur këta bëjnë kasapan me armatim të vjetër, dhe cilat janë rrezet e raketave, sepse edhe tek oponenca neve diskutuam pak bashk, ka një ndërhyrje të Koreas Veriut me raketa balistike që i kapin dhe rrezet e 12.000 kilometrave apo 15.000 kilometrave që po importon në Irani tani, apo jo.
Me sa kam kuptuar unë ose mund të kem kuptuar gabim. Atëherë, e gjithë struktura e raketave balistike të Iranit është e përqendruar mbi bazën e bashkëpunimit me Korenë e Veriut. Dhe me qenë se ju falenderoj, ju keni marrë edhe librin Strategjia ushtarake e Iranit, Ja, aty unë kam analizuar në detajet më të vogla të gjitha sistemet e raketave, origjinën, në të cilat përfshihet deri te Hwasong 10, Hwasong 12, Shahab 6B, të cilat i kalojnë një 3-4 herë këto rrezet të cilat i thojnë analistët shqiptarë nëpër mediat e televizioneve shqiptare. Pa diskutim që një pjesë e raketave balistike, të cilat janë përdorur gjatë 5-6 ditëve të para, janë pjesë e arsenalit të vjetër, sepse Irani, me sa duket, po parashikon që të zhvillojë një war of attrition që quhet në anglisht, një luftë sa më të gjatë jetë e mundur në mënyrë që të gjakosi, të krijojë hemorragji sa më të madhe të jetë e mundur ndaj bazave amerikane në gjirin persik dhe ndaj Izraelit, duke e tej zgjatur, duke menduar që presidenti Trump, duke menduar gabimisht mendoj unë, që presidenti Trump nuk është i gatshëm për ta tej zgjatur këtë konflikt. Nga ana tjetër, kjo teknologji raketore, e cila i është dhënë Iranit që nga vitet 2000 dhe në vazhdim, ka qenë një bashkëpunim intensiv. Vetëm po të përmend një shifër, $3 miliard ka qenë baza vjetore, për të cilën Korea e Veriut ka marrë para, kesh, nga Irani, që nga momenti i krijimit të reaktorit bërthamor në Siri, i cili u shkatru nga Izraeli në 2007 dhe deri në ditët e sotme. $3 miliard për teknologjinë, për asistencën, për pjesët, por në mënyrë të veçantë për programin nuklear. Dhe për të gjithë ata që mendojnë që programi nuklear i Iranit është një program i pa avancuar, i pa aft, jo i gatshëm për prodhimin e armëve nukleare, gabohen. Thjesht, ajo që e ka ndaluar Iranin për ta prodhuar, nuk është paaftësia dhe mungesa e teknologjisë, është fatvaja islamike e Ayatollah Khomeini, e cila e ndalonte prodhimin e saj. Sa i përket minimizimit raketave balistike për hedhjen dhe pjesëve të cilat mundsojnë hedhjen dhe krijimin e një bombe atomike, unë besoj plotësisht që ky ka qenë edhe një nga shkaqet për ta goditur sa më shumë, sepse nuk ka diskutim që ai operacioni i 12 ditor nuk ishte i suksesshëm, dhe s'kishte se si t'ishte i suksesshëm, për shkak se tunelet janë me një thellësi shumë të madhe, për cilën kemi folur tek emisioni. Na ke folur, po. Ja 600 metra nën tokë. Janë 640 metra në formë zigzake dhe me radhë, dhe atje në atë libër i keni me skema, me skica, me të gjitha dhënat. Ky libër, dashur miq, më lajmëroni mua, Strategjia ushtarake e Iranit është libër voluminot shumë dhe i mbushur me harta, nuk është vetëm shkrime, sepse këtë lloj disipline po nuk pat hartën, nuk e kuptoni dot. Dhe në shtesë të kësaj edhe 1600 burime. 1600 burime. Po, në fund të librit keni 1600 burime që janë shfrytzuar për ta botuar këtë libër. I ka bër recenz për pos zotit Sali Berisha, që si akademik duhet patjetër vlerësuar, si politikan i cap të ju. I ka bër dhe general David Petraeus, drejtori i CIA-s, recens. Kështu që ky libri është një must. Është një must libër në duart tuaja, në bibliotekat tuaja. Që ti bëjmë çik marketing gjërave me vlerë, o profese. Ka ngelur duke folur për histori romanca roz, s'po marrin vesh, blin libra romancash roz, nuk marrin vesh për botën. Pra kjo është pjesa e bashkëpunimit me Korenë e Veriut. Madje kemi disa deklarata të papërgjegjshme të Kim Jong-unit,
i cili javën e kaluar deklaroi që në rast se ju nevojiten raketa nukleare, raketa balistike, unë jam i gatshëm t'ja u jap. Sigurisht që ai nuk do të guxonte ta bënte këtë, por që këta janë pjesa e asaj që njihet si luftë psikologjike për ta trëmbë kundërshtarin, dhe në këtë rast kur flasim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për pasfidueshmërinë e tyre, kjo nuk funksionon, pa diskutim. Po pse nuk do guxonte? Pse nuk do guxonte Kim Jong-uni që ta bënte atë lloj lëvizje? Ku mund të cënohej Kim Jong-un? Absolutisht do të provokonte një sulm të drejt për drejt bërthamor, dhe në rast se e keni lexuar librin e një nga librat më bestseller, Lufta nukleare, ka një procedurë që në rast se Korea e Veriut, këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në rast se Korea e Veriut tenton të përdori një armë ose disa armë bërthamore kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, automatikisht një sistem automatik do të dërgonte drejt Koreas Veriut mbi 70-80 armë bërthamore, dhe për rrjedhoj Korea e Veriut nuk do të ekzistonte. Të bëj disa pyetje hipotetike që dalin pastaj në analizë. Largo zot, larg të madhit zot, se tani kur neve heqim dorë nga fuqia jonë, që ndjehemi të pafuqishëm, ja atribojmë krijuesit. Të fillonte një luftë bërthamore. Si do ta shikoje ti ravizimin e botës? Kush do ishte me kë? Dhe ku do goditeshin këto bomba? Pra, cilat do ishin dy boshtet? Boshti qendror dhe Antanta. Le ta quajmë me emërtimet e luftës parë botërore. Marrëveshje fjalësh. Tash pa diskutim që kemi një botë ndarë në dy bloqe, kemi edhe ato aktorët neutral, po që edhe ato në një mënyrë apo një tjetër jam brenda sistemit. Një pjesë bashku BRICS-it. Kemi një aleancë euroatlantike e cila është shumë e fortë, e cila fatkeqësisht vitin e parë të presidencës Trump nuk ka qenë shumë unike, por që do duhet të ishte më unike. Pra kemi aleancën euroatlantike, Shtetet e Bashkuara, plus BE, plus disa vende shumë fuqishme, si që janë për shembull India, Korea e Jugut, Japonia, Australia, cilët nuk janë pjesë e NATO-s, por e forcojnë ndjeshëm këtë aleancë. Dhe kemi një blok me 4 aktorë kryesor, të cilët afrimi i cilëve, bashkëpunimi i cilëve ka filluar të krijojë një qendër tjetër, e cila edhe në shtesë të BRICS-it, Shanghai Cooperation Organization dhe disa organizata të tjerave, si Euro-Aziatike, që drejtohen nga Federata Ruse, si që është Federata Ruse, Kina, Irani dhe Korea e Veriut, të cilat nuk janë as pak për të nënvlerësuar. Pra këto janë dy bloqet. Kurse për sa i përket skenarëve bërthamor nuk po futemi, sepse në rast se fillon një luftë bërthamore, ajo është një luftë që e shkatron përfundimisht njerëzimin, dhe aftësia dhe kapacitetet e armëve nukleare që gjenden sot në arsenalin kryesisht të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Federatës Ruse, është aq i madh sa nuk do të krijonte mundësi për popullsinë e botës për të vazhduar jetesën. Pra nuk do të kishte mundësi. A mund të themi që pasja e Amerikës, zotrimi nga ana e Amerikës i një arsenali kaq të madh, po ashtu dhe nga ana e Federatës Ruse është një nocion besimi ose një garanci për neve që nuk kanë për të përdorur kurrë? Pa diskutim që po, armët bërthamore para zgjithash sigurojnë paprekshmërinë. Pra atë që njihet si deterencë, forcojnë deterencën. Dhe pikërisht ajo që ka arritur sot Korea e Veriut është deterenca, sepse askush nuk guxon ta sulmojë. Dhe të gjitha atë unë kam botuar sfundmi, tani që po flasim bashk, aktualisht është në botim, është strategjia ushtarake e Koreas Veriut. Shumë e bukur. Edhe këtë kam për ta bler. Në detajet më të vogla se si e pamundson një sulm i Japonisë, Amerikanë dhe i Koreas së Jugut, pra një sulm përdorimi dhe avancimi i sistemeve nukleare të Koreas Veriut e pamundsojnë, as nuk e çojnë në mend që këto tre vende të organizojnë ose të planifikojnë një sulm siç e realizuan për shembull në Iran. Dhe pikërisht kjo është ajo që dje Kim Jong-un deklaroi që tashmë koha më vërtetoi, sepse edhe Iraku,
edhe Libia, edhe Siria, sfundi Irani, po të kishin thot armë bërthamore, nuk do të guxonte kush që t'i sulmonte. Pra, juve po thoni që po të kishim pasur këto bomba bërthamore, nuk do guxonte dot as edhe një lloj shteti që të ndërhynte luftë me këto shtete, pasi është parimi i deterencës. Po, ajo që po them unë është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një vizion të jashtëzakonshëm e filluan këtë sulm sepse ishte momenti përfundimtar kur Irani mund të kalonte në një stat tjetër, që të thotë të parandaloj prodhimin e armëve atomike, sepse ajo që po them unë është arma atomike rrit deterencën në një formë të tillë që nuk e bën kundërshtarin të mos guxojë që ta sulmoj, sepse përdorimi i armëve, i arsenalit armëve bërthamore, qofshin këto dhe taktike, sjell një sum të jashtëzakonshëm që nuk do ta lejonte sulmuesin të ndërmerrte sulm ndaj një vendi me armë bërthamore. Po çfarë mban tani qeverinë e Iranit, e cila është po prapë e njëjta, ka ardhur Mojtaba Khamenei, djali i Ali Khameneit, për informacion tek dëgjuesit, ky nuk ishte ai që do donte që ta pasonte babai vet. Në bazë të informacioneve që kam unë, Ali Khamenei ka qenë shumë kundër ngritjes në piedestal të Mojtabës. Nuk e di pse ka ndodhur, çysh ka ndodhur, pse ka ndodhur. Por dim një gjë, logjika është që regjimi ka ngelë njëjtë, është shantazhues, është teokratik dhe abuzues. Por edhe super i fuqishëm në teknologjinë e inteligjencë, në ruajtjen e serverave dhe në hakerime. Domethënë hakerat iranian janë të nivelit botror. Në luftën kibernetike. Po, në luftën kibernetike. Çfarë pengon tani Iranin pas këtij sulmit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli që ta krijojë atë kokën bërthamore ose bombën bërthamore? Shpresoj që të mos guxojnë të kalojnë pravinë e kuqe që quhet, sepse në rast se do ta bënin, të garantoj të siguroj që do përballeshin me sulme nukleare taktike. Dhe për një lloj do e kishin të pamundur për të mbijetuar ndaj sulmeve pavarësisht vrimës se ku futet Mujtabaja. Po tani kur thua sulme nukleare taktike, a mund na e shpjegosh neve njerëzve thjesht që nuk jemi civil dhe jo ushtarak, nga ndryshon një bombardim bërthamor nga një sulm nuklear taktik? Armët bërthamore ndahen në disa nivele. Në armë të cilat lëshohen nga ajri, nga toka dhe nga deti nëpërmjet ose destroyerëve luftaniere ose nga nëndecët. E për sa i përket fuqisë, ndahen në armë me fuqi të vogël, që quhen armë nukleare taktike, 10-15 kiloton, të cilat përdoren në një zonë të caktuar e cila përfaqëson një rrezik eminent ose qendra shumë të fortifikuara. Për shembull, në rastin e përdorimit të një arme taktike, këto tunelet e Natanzit, Fordovit, që janë 600 metra, këto shkatrohen, nuk ka diskutim. Sepse niveli i shpërthimit edhe i nxehtësisë që prodhon shpërthimi një armë atomike, larg qoftë elektromagnetike ose armët e tjera me hidrogjen, që janë edhe shumë herë më të fuqishme, të cilat e bëjnë për një lloj të pamundur mbijetesën e këtyre objekteve nëntoksore. Kështu që armët nukleare taktike përdoren në vende të cilat kërkohet një dëm i vogël, le të themi 2-3 kilometra, 5 kilometra, 10 kilometra, në raport me fuqinë. Kurse armët strategjike pastaj nukleare, që fillojnë nga 150 kiloton, 500 deri në 2 megaton, janë pastaj armë të cilat, si që janë Poseidon, kjo arma e fundit e Federatës Ruse, Sarmat 28 ose Satan 2, apo Avangard, Zirkoni, Kinjali, ku diun Oreshnikua me radhë, se janë me qindra emra që njerëzit nuk janë mësuar t'i njohin, apo Tridenti 3 i Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë një fuqi për të zhdukur një shtet të tërë. Ka shtete të cilat zotrokan
të tilla që vend deri në 2 megaton që shkatrojnë shtete. Kjo është e tmerrshme. Kjo është e tmerrshme, domethënë neve tani duhet të lutemi në racionalitetin e këtyre liderave që kanë butonin e kuq. Vendet që posejdojnë këto kapacitete dhe aftësi janë vende të përgjithshme, nuk janë si puna e Kim Jong-unit apo ndoshta edhe Mustafa apo e ndonjë drejtuesi tjetër të cilët synojnë për të marrë armët bërthamore, po një nga rreziqet e kërcënimet kryesore apo shqetësimet kryesore të administratës amerikane ka qenë sepse në rast se Irani do ta posejdonte armët nukleare, pastaj me mundësitë financiare që ka Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara, Katari, Emirat, gjithë të vendet, krejt lehtë mund të armatosishin me armë bërthamore dhe fillimi një gare bërthamore. Në dalja e saj jashtë kontrolli, jo vetëm që nuk rrit stabilitetin rajonal, por e dëmton atë rënd dhe përrjedhoi mund të krijojë kushtet që këto armë bërthamore të fillojnë të përdoren dhe situata dalë jashtë kontrolli. Shikoj, sot realiteti gjeopolitik në lindjen e mesme është totalisht i koklavitur. Janë 6 vende kufitare me Izraelin dhe me Iranin, të cilat janë suni, nuk janë shiite, as hebre, të cilat janë aleate të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. Kjo lloj lufte nga Izraeli, a mendon se mund t'i kthehet në bumerang vetë Izraelit që të provokojë dashur pa dashur një luftë e cila në diskurin publik do trajtohet si një luftë fetare? Pa diskutim, le t'i hapim letrat siç duhet, pa diskutim drejt asaj po shkojmë drejt një lufte fetare, sepse arsyeja ose ftesa e qeverisë Izraelit për t'u bashkuar kësaj aleance ka vetëm një qëllim, që 6 vendet e gjithësisë plus Xhordanin, plus provokimet që po tentojnë me Azerbajxhanin dhe me Turqinë, është që këto t'i bashkohen këtij konflikti dhe të kthehet një luftë midis sunive dhe shiave dhe përrjedhoj kur këto luftojnë njëri tjetrin, kush është fitues? Fitues është vetëm Izraeli. Po. Por që me shumë zgjuarsi, edhe Arabia Saudite, Bin Salmani, Bin Zayedi, edhe Al Thani i Katarit, por edhe 2 vendet që janë godit më shumë se gjithë tjerat, Kuvaiti dhe Bahreini. Dhe Bahreini, po. E kanë deklaruar që nuk do të bijë në kurthin e Izraelit. Sepse e di pse kolonel, sepse ne kemi dëgjuar shumë false flags. Unë po ndjek shumë, e vetmja mënyrë që sot mund të kapësh pak nga informacioni, kur ka një inflacion kaq të madh informacioni vetëm shqiprinjer që janë bërë gjithë eksperta lufte, ekspert ushtarake, gjithologe, me qene, me mace, nuk ka ngel njeri pa folur për Iranin, për Izraelin, për Amerikën. Ja fusin kot. Të rrofshin ty. Të rrofshin ty Thoshte njëri dje. Po. Thoshte njëri dje, 80% e gjithë ushtrisë Iranit është shkatruar. Po. Ushtria e Iranit s'ka si humje për shkak se nuk është përfshirë në këtë luftë. Është vetëm ajo argjësia. Ja fusin kot. Nuk e kanë iden. Sepse ndoshta janë të paguar për atë punë, kolonel, mos. Domethënë, ne u qajmë hallin kot, ata paguajnë për qenë të tillë, për qenë gabim. Nuk ja u qajmë hallin, më jo. Problemi është që nuk na dhimbset në Iran, se ne të gjithë jemi me Amerikën. Po. Problemi është bosh qesharak kur del atje në televizor dhe flet kot në kot. Se aleanca dhe ylli jon polar shpend janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Absolutisht. Interesat kombëtare të Shqipërisë, Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë dhe Kosovës, e të Maqedonisë, se kjo na intereson ne, ku jetojnë shqiptarët, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por arsyeja apo analizat të cilat e i bëjnë shërbim edhe më tepër Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një analizë profesioniste dhe një narrativ siç është për shembull gjithë rilindja, banda antishqiptare me kryeministrin e përkohshëm Edi Rama, të gjithë janë sul kundër Amerikës, kanë një vit. Të gjitha mediat antishqiptare që janë të paguara me përjashtim të vogël,
Për shembull, media ju ka qenë një nga mediat e cila ka qenë kundër qeverisë, Syri Syri TV, pikal, se ka, po, News 24 dhe Syri. e ka qenë, kurse të gjithë të tjerat janë unison kundër Amerikës, dalin analista, dhe në këtë këndvështrim e kisha. Shikoj, këtu është bërë diçka një politik, se populli është në këtë lloj rasti është viktime brainwashit që ka ndodhur në këto, sidomos në këto 13 vitet e fundit tonat, ku i zgjuari është dëbuar jashtë, jeton Kanada, në Amerikë, në Zeland të Re, në Gjermani, në Francë, Itali, dhe këtu kanë ngelur vetëm grëmi, se s'du me i ofendu bashkëqytetarët e mi, po një pjesë dërmuese është bari keq. Njerëz se nuk e kanë problem të jenë papërgjegjshëm, njerëz se nuk e kanë problem të kuptojmë që në këtë rrjetin e madh kartezian që është bota, interesi jonë jetik është me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjëja më e mirë e botës? Jo vlla, gjëja më e mirë e botës është Zoti i lartë, nuk është as i shtet. Shtetet gabojnë, rekuperojnë, por ka qenë jetike për aq kohë sa Kosova sot është e lirë nga bombardimet e NATO-s, duke u thyer Këshilli i Sigurimit dhe OKB-ja. Pra mor një vendim për genocid. Për këtë duar trokasim na. Tani, janë po prap këta lloj persona, profesor, që dalin dhe hapin lajme paçavure lart e poshtë, për duke u bazuar tek argumenti Amerika nuk mori leje në Këshillin e Sigurimit. Pse kur do që të marri leje Amerika, do të thënë inteligjenca amerikane, CIA, është inteligjencë e cila mund të mbuloj 5 milion shtete si Shqipëria. Ti mbulon me informacione, ta di se ku do dali shpendi, ku do shkoj drejtani e gjitha me radhë. Për aq kohë sa ata parandalojnë një sulm bërthamor ose një pajisje bërthamore të krijuar në Iran, nuk i duhet burokracia. Sepse ka një lloj standardi. Pse niset i luftën pa burokraci? Dhe këtë nuk po e kupton dot njeri. Nuk po e kupton dot njeri pse u nisi luftë, sepse kanë dalë njerëzit e vetëm flasin tash. Tani dalin edhe mashtrusat, tani dalin edhe profetët e rem, tani do të dalin Jezusa, Mehdi, Muhammed. Mbaj mend fjalën time, do qeshësh kur shikosh të një nga këta që thoi un jam djali i Jezusit, jam djali i Muhammedit, jam djali i këtij, jam djali i atij, se ka marrur se këto ko krize të gjitha. Se ka ndodhur më para, nuk është se nuk ka ndodhur. Voltaire thot historia është e dënuar të jetë ciklike sepse ne nuk e mësojmë kurrë. Ne nuk mësojmë nga gabimet. Dhe prandaj unë dua që në bisedën tonë t'i vendosim ca pika mbi i. Se ky emision do shikohet shumë, sidomos tani me ardhjen tuaj. Plus edhe interesi që kanë për Iranin. Jo për Iranin specifikisht, po për lindjen e mesme. Dhe ka një faktor që shoh që këtu ja acaron njerëzit. Izraeli, ose jo Izraeli, Bibi Netanyahu. Po, kjo është e vërtet. Do më thëmë, po u tha Bibi Netanyahu, njerëzit kanë konotacion totalisht negativ. Pra, në qoftë se Irani sot quhet si i mirë, si viktim, është vetëm se luftën e ka nisur Bibi Netanyahu. Po ta kishte nisur Amerika para luftën, unë t'jap me jetën time garancin qoftë se neve do flisit njëherë për Iranin. Do thoshe vetëm Amerika. Vetëm fakti që ndryshuan rolet, ishte Bibi Netanyahu që shpallë një luftë kundër Iranit, e ka ndarë botën në më shumë se 3 copa. Tani, kush është ky person, o profesor? Kush është ky njeri i cili në perceptimin publik është krijuar si një person i cili është edhe presidenti i Amerikës? A kupton, sikur merr vendime për Amerikën? Se ky është perceptimi. Pa diskutim që me fillimin e ofensivës dhe të përfshirjen amerikane, tashmë unë e shoh të vështirë që të gjendet një dalje. Unë besoj që do tentonte, do dëshironte të gjente një dalje presidenti Trump, po në analizën time tani ka ngec. Sepse kundërveprimi i Iranit ka qenë aq i madh sa që e pamundson ndalimin e fushatës ushtarake. Dëmet kanë qenë të konsiderueshme
Dhe ai që po e paguan faturën më shumë se askush tjetër, mos kesh as i pikë dyshimi, janë qytetarët izraelit. Po. Sa më shumë që zgjaten luftrat në Izrael, aq më shumë i shërben interesit strategjik të Benjamin Netanyahut, Po. i cili dahet në dy pjesë. Së pari, mbijetesa e tij politike, dhe së dyti, vazhdimi i agjendës për krijimin e Izraelit të madh. Dhe në këtë këndvështrim, që në ditën që ka hyrë në politikë në 86-ën, Po. që nga momenti kur përfaqësonte në OKB Izraelin, që nga momenti pastaj i menjëhershëm si ministri i jashtëm i Izraelit, filloja që njihet si clean break, doktrina clean break, që të thot shkepja e lindjes mesme, goditja e 7 vendeve që mbështesin çështjen e Palestinës, u fillua në 92-3 me Somalin, në rast se të kujtohet, Po. pastaj me Sudanin, spari me financimin për ndarjen e Sudanit në dy pjesë, me Sudanin e Veriut dhe të Jugut, Po. qeveria e Omar al-Bashirit, pastaj shkatrimi i Libanit, lufta civile, e kështu me radhë, pastaj marrja e kontrollit të Libis, sepse Gaddafi ishte një mbështetës i madh. Po. Pastaj financimi në 2003 i pushtimit të Irakut, Irakut, me po. justifikimin e Franco, Po. siç ka thënë vetë presidenti Trump, me gënjeshtra, duke gënjur për armët përthamore, te ka thënë Trumpi, jo. Po. Po. Dhe pastaj shkatrimin e Sirisë deri në largimin e Bashar al-Assadit në 2020-ën, Beirutin, pra i shtatit dhe i fundi ishte Irani, për cilën asnjë president amerikan dhe pikërisht për arsyeën sepse Departamenti i Mbrojtjes apo Departamenti I luftës ishte sot po. kundër, siç ishte edhe në rastin e fundit. Ju kujtohet deklaratat e generalit Dein, i cili deklaroi që do kemi humje të jashtëzakonshme. Do kemi problematika të jashtëzakonshme dhe nuk po vazhdoj pak më tepër se unë mund të futem në detaje që nuk janë detaje që Nuk duhen nxjerr. Podcasti. Po nuk duhen nxjerr, po. Po. Të cilat i deklaroi edhe senatori Chris Murphy dje, edhe Blumenthal, dy nga shumë të tjerë, të cilët mas briefingut që morën me dyert mbyllura, briefingeve të sigurisë me klasifikim top secret, deklaruan që ne nuk kuptuam asgjë nga 3 pot. Spari nga premtimi, pra i fushatës elektorale që nuk do bëj luftë njërën tjetrën, Po. i preteksti për luftë është i paqartë, sepse siç thot presidenti, ndryshe e thot sekretari i shtetit, ndryshe e thot sekretari i mbrojtjes, dhe plani për 4 pikat kryesore që përfshin asgjësimin e raketave balistike, raketat nukleare, shkatrimin e marinës dhe pastaj shkatrimin e grupeve proxy. Që thot, jemi të paqartë dhe nuk ka strategji. Jo unë, e thënë senatorët e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe urojmë që plani i presidentit Trump të përfundojë me sa më shumë sukses të jetë e mundur dhe të mos dalin këto që thanë dje senatorët amerikanë. Unë jam i predispozuar që senatorët amerikanë senatorëve amerikanë të ke më shumë besim në fjalën e tyre se sa presidentit, kushdo qoftë ai, pasi presidenti bën edhe fjalime politike dhe i duhet të ketë parasysh edhe midtermat që Partia Republikane do futet tani në 2026-ën, që në dijenin time Partisë Republikane është bërë një dëm që i duhet patjetërsimisht 12 vjet deri në 16 vjet të krijojë, domethënë të saldoj skizmën që ka ndodhur brenda Magës. Nuk e di pse ndodhi kjo, çish ndodhi kjo, sepse premtimi që solli në pushtet Trumpin ishte përfundimi i çdo lufte të mundshme. Edhe unë isha gati të merja pasaportën amerikane, t'ja hidhja votën Trumpit, kthehesha prapë në Shqipëri. Vetëm për t'i dhënë fund luftrave. Luftë jo vetëm që nuk ju dha fund, por tani është futur, domethënë në spektrin tim është bërë një mishmash aq i madh, domethënë si ka mundësi e profe, se me ty mund ta diskutoj,
si ka mundësi dy armiq natyral, siç janë Rusia dhe Kina, janë armiq natyral, luftojnë për Heartland ata kanë lindur për qenë kundërshtar, shkojnë dhe i bashkojnë bashk. A kupton? I bashkojnë bashk, o miku im. Për Iranin, tek Irani. Do të thënë, kush e merr këtë lloj vendimi kaq irracional? Si mund të bashkohet? Do të thënë, një nga generalet më të mëdhenj që ka pas bota, Napoleoni, se unë atë e kam si marsh për modernitetin, fliste për Kinën, është i dragua që është i fjetër, bën mirë që ta lëm rahat në gjumin e vet letargjik, se po u zgjua shkatron gjithë botën. Thoshte Napoleoni, për të cilin Car Aleksandri par i thoshe generalit vet, e shikon në të shkurta biçin atje, po ai valentohet sa 50.000 ushtarë tonët, vetëm ai. Po flasim për Napoleonin. E kishte frikinën. Kush nga këta burrat e mëdhenj perëndimor rrezikon të bashkoj dragojnë me Ariun? Pse duhet ta bashkosh? Është qasja e gabuar në mënyrë të veçantë të administratës Biden, i cili lidhja dhe bashkëpunimi i këtyre dy superfuqive, qoftë Federatës Ruse dhe Kinës, ka filluar mas viteve 2000. Por që politika jashtme amerikane nuk ka qenë aq e zgjuar sa për ta tentuar për ta mbajtur afër Federatën Ruse në mënyrë që një kundërshtar që shumë herë më i rrezikshëm dhe më i fuqishëm, sepse Kina në shtesë të gjitha gjërave ka fuqi ekonomike. Dhe një vend që ka fuqi ekonomike, që projekton fuqi globale, teknologjike, është një kundërshtar më i fortë se sa një kundërshtar si Federata Ruse, e cila ka fuqi vetëm sa i përket pjesës ushtarake. Po. Dhe pikërisht është kjo qasja e gabuar. Qasja e krijimit një aleance 40 vende kundër Federatës Ruse, pastaj për ta largu, bëri të mundur që Kina dhe Rusia të bashkoheshin bashkë dhe sanksionet ekonomike, të cilat në shumicën e rasteve nuk kanë dhënë rezultatet e duhura, por kanë krijuar kushtet që vendet t'i ofrojë gjithmonë më tepër, nga njëra anë t'i shmangin këtyre sanksioneve, por nga ana tjetër të përshpejtojnë ata që njihet procesin e dedollarizimit, duke marrë efektet e kundërta një pjesë të madhe e këtyre reformave amerikane. Kurse në long term, pa diskutim që rreziku dhe kërcënimi numër 1 i Federatës Ruse, le të themi minimalisht 50-7 vitet e ardhshme, është Kina, sepse ju dini që Kina në objektivat e strategjisë vetë sigurisë kombëtare ka spari të paktën pushtimin e lindjes largët, rimarrjen e Mançurisë, që përfshin një pjesë të madhe të lindore të Siberisë, dhe ajo me nëpërmjet përdorimit të fuqisë së butë ka filluar, ka 20-30 vitet e fundit, një pjesë e madhe e lindjes largme jetohet, janë rreth 7-8 milion qytetarë kinesë të cilët tashmë jetojnë, kanë pasaportat, kanë biznese dhe gradualisht janë futur, që nga Vladivostoku, por edhe në qytetet zona tjera. Shikoj, unë kur kam lexuar librin për Kinën të Kissingerit, përpos mu hap mendja se nuk dija ai shumë për Kinën. Është perl. Domethënë, për mua Kissingeri qoft kush qoft, ai dhe Dugini janë dy nga mendjet më brillante të gjeopolitikës botërore, dhe ne të dy si studius të gjeopolitikës, unë si studenti juaj dhe ti si profesori, e dim shumë mirë që gjeopolitikanët janë irracional për sa i përket interesit shtetëror. Ai e ngre gjithë gjeopolitikën e vet në bazë të interesit shtetëror, ai nuk do flasë për Shqipërinë, Dugini, do flasë vetëm për interesat e Rusisë. Po ashtu dhe Kissingeri flet vetëm për interesat e Amerikës, për asnjë shtet tjetër. Më ka mbetur në mendje një shprehje në fillim të librit. Kina ka vetëm një veçori. Historia e saj nuk dihet as se kur e ka fillimin dhe as nuk projektohet se kur do mbarojë. Çdo njeri që vinte në Kinë nuk vinte për të pushtuar Kinën, po për të shpërhapur kinezërimin. Flet për Xhengis Khanin, po ashtu, që e bëri atë që ne quajmë Republika, atë perandoria mongole, po në bazë kishte Kinën, pra shpërhapte kinezërimin, dhe çdo dinasti tjetër që ka marrë Kinën në qytetin e ndaluar. Pyetja ime për ty është më shumë akademike, profa. Si ka mundësi shteti vetëm në botë që ka të dy karakteret, bregdetaro-kontinentale dhe kontinentale-bregdetare, ka zgjedhur që të pakën për 500 vitet e fundit të jetë
tërësisht fuqi kontinentale dhe jo detare. Kur perandori i saj fundit dogji flotën më të madhe ndonjëherë. Pse? Sepse po priste momentin për të siguruar aftësitë dhe fuqitë deri në momentin që të paktën nga viti 2012, Po. që nga momenti i marrjes të Xi Jinpingut, Po, 2012. Xi Jinping, po. Deri me fillimin e implementimit të krijimit China 2025 për krijimin e një flote detare oqeanike, e cila sot, pa u ndjerë fare, ka sasinë më të madhe të mjeteve Po. detare në botë, ka 800 anije, ka të paktën 25% më shumë se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kujdes, këtu nuk flasim për tonazh dhe cilësi dhe kapacitete, flasim për sasi, por që zvoglimi i hapësirave midis flotave ushtarake detare amerikane dhe kineze po mbyllet me një shpejtësi të tmerrshme dhe aftësitë për krijimin dhe prodhimin e mjeteve luftarake detare mbi ujore dhe nën ujore të Kinës sot është të paktën 25 herë më i lartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bashkë. Dhe në shtesë të dy autorëve që ju sapo cituat, pa diskutim që Aleksandr Dugin, Putin's Brain, unë kam librin, kam lexuar, kam studiuar, por edhe për Kinën, për sa i përket Henry Kissinger, amerikanët duhet mbanin mend dhe ta zbatonin përfaqësuesët, pra sekretarët e shtetit, vetëm një fjali. Duhet të bëjmë, ka thënë, çdo gjë që t'jetë e mundur, të cilën e fillojnë 72-shin, me shkruajin e tij, me disa takime sekrete, me Mao Zedongin, që të mos lejojmë bashkimin e Federatës Ruse me Kinën. Sepse bashkimi i këtyre nëpërmjet politikave tona të gabuara do sjelli krijimin e një bote multipolare dhe përrjedhoi rrëzimin e Pax Americanës. Dhe pikërisht ajo që i dha, i bëri komplet kundërtën, është administrata Biden. Unë mendoj... Dhe sot, fjalia fundit është pa mundur, sot presidenti Trump e ka deklaruar, edhe sekretari Rubio, kemi hyrë në një fazë multipolare, nuk jemi në një botë unipolare, por që do të duhet të bashkëpunoj me dy miqtë e mi të ngushtë të vaj. Unë mendoj se kjo është thëmbra akilit e gjithë diskutimit tonë. Sepse po shkohet drejt një taktike totalisht gabuar, e cila është parashikuar nga një nga mendet më geniale të gjeopolitikës botërore, që është Henry Kissinger, i cili ka jetuar të pakën 50 vjet në çdo administratë të mundshme amerikane, republikane apo demokrat, pak rëndësi ka, Henry Kissinger do ishte sekretari i shtetit dhe këshilltari i parë i çdo presidente. Pyetja ime konsiston këtu. E para, pse Bideni dhe jo Obama, për mua kanceri i vrasjes ose kanceri i Pax Americanës vjen me Obamën, që e ktheu nga strong power në soft power Amerikën. Dhe a mund të thojnë sot elektorati amerikan që lobby zionist i Bibi Netanyahut është përdorur si mjet për të shkatruar gjeopolitikën amerikane në linjën e mesme? A diskutim, kjo nuk ka diskutim. Jemi në faza të cilat askush nuk e thot. Jemi në një fazë ku zionistët po përgatiten për implementimin, pra duke shfrytzuar fuqinë amerikane, paratë amerikane, influencën amerikane, mbrojtjen amerikane, diplomatike, në OKB, janë e futën tani sfundmi edhe në këtë konflikt, që nuk e di se si do dali, sepse është problem. Për të hyrë kollaj, për si do dalësh. Dhe për fillimin e implementimit të planit të Izraelit madh. A do të guxonte Mike Huckabee? Nuk do të kishte miratimin e presidentit Trump? Pra deklaratët që tha po, tha le t'i marrin, tha dhe Jordanin,
edhe Libanin, edhe Sirin, edhe Turqin, edhe Arabin Saudite, edhe Egjiptin, edhe provincën Hatay dhe një pjesë të jugë lindjes së Turqisë, deri tek Kuvajti. A do të guxonte, ose nëse nuk ishte miratim, nëse do të kishte kontroll absolut ndaj pakut, i cili në fakt, ose harro këtë, mbaja mend këtë që po them tani, është në një rënje të frikshme Po. të gjithë analistët e DC-s dhe miqtë e mi që janë në nivelet më të larta, që flas thënë, Ke korrespondencë. Po. Arsyeja që i mori këtë vendim Trumpi, që u shtyr domethënë për ta marrë këtë vendim, është sepse kjo është administrata fundit, që ato do kenë kaq fuqi. Fuqia atyre ka rënë tashmë në gjithë Amerikën, në gjithë botën. Ju e dini që askush kushdo që prezantohet si qytetar izraelit, gjë të cilën unë nuk e mbështes këtë qasje, por që s'është në dorën time se kush jemi unë dhe ti. Po. Por që në gjithë botën ka një urrëtie. Dhe pikërisht janë drejt zbatimit të planit spari për krijimin e templit Solomon. Po. Tempulli i tretë. Siç e kanë thënë edhe këto arabit gjatë këtyre viteve të kaluara, do filloj një luftë, e njëjta gjë që deklarojnë edhe një për kullat binjake, nëse të kujtohet. Shumë shpejt tha, terroristët islamik nuk do bëjnë asgjë tjetër, tha po dorëzojnë e përcaktojnë edhe objektivin. Po si ka mundësi që i din gjitha këta? Këta i din gjitha. Janë kthy virale në mediat e botës tani për tempullin, krimin e tempullit Solomon, krimin e Izraelit madh dhe pastaj kalimin e botës në Pax Judaika. Kam dëgjuar dje, duke u përgatitur për emisionin ton, se duhet më marr informacione të gjitha këtu, s'ka ndonjë përgatitje me pika, se këtu është bisedim, po prap duhet kesh një lloj strukture. Po shikoja një rabin, ja harrova emrin se unë jam keq me këta emrat. Që thoshte Ati ju referova mu. 6 miliard veta në botë duhet të vdesin, deklaronte zotëria. Ati ju referova mu. Të është shumë bukur. Tashi, po ta kishim bërë ne të dy këtë, profe, çfarë metode vdekje do përdorim për ne të dy? Se për të shpëtuar s'të pyes dot, se nuk shpëton dot. Po, a do kishim tagrin për të zgjedhur mënyrën se si do vdisnim? Po. Atë do na e lejonin. Po këta pse i bëjnë këto lloj deklaratash? Bota perëndimore ka 85 vjet që vajton për 6 milion të vrarë në Holokaust, që për mendimin të ky është mendimi im personal, më duket se është i egzageruar, sepse kanë qenë vetëm 2.8 milion hebrej në Europë në atë kohë, s'ka se si të vriten 6 milion e të ngelen të tjerë për të treguar historinë, po pak rëndësi ka kjo. Për 6 milion kemi vajtuar gjithë botën. Tani një rabin thot do të vdesin kinezët, indianët, rusët, tjerët 6 miliard. Pse është ky lloj diferencimi midis dy qenieve që praktikisht jemi të njëjta, funksionojmë një lloj, a kupton? Biologjikisht jemi të ndërtuar një lloj. Ato mendojnë që të gjithë janë alamik. Alamek. Gojim. Njerëz pa vlerë. Gojim. Vetëm hebrejt, por që për sa i përket 6 milionëve, unë besoj që ka studime për ato. Nuk la takon ne më fut te numra. Nëse unë tash një prezumim timin, se e kam unë sakt. Është një numër i sakt, 6 milion të vrarë, të cilët janë vrarë në mënyrën më të njerëzore nga makineria naziste, por që i njëjti rabi që i referohet shumë sot, i cili thoshte do krijohet një flag operation, që quhet, falc, sa të fillojmë një luftë me Iranin që raket të godasi Aleksandr dhe pastaj të përgatiten kushtet për madje po avancohet drejt këtij, por që unë mendoj që edhe populli i Izraelit meriton një jetë më të mirë. Absolutisht po. Edhe populli i Absolutisht po, Izraelit profe. në mënyrë të veçantë në këto 12 ditë konflikt është përballë me humje të jashtëzakonshme. Unë kam disa miq dhe shok në forcat speciale, në shërbimet caktuara, të cilët kam folë, më thojnë atë që bëm në Gaza, po e shohim çdo ditë me sytë tonë. Pra raketat iraniane kanë shkaktuar një
kanë shkaktuar një mas shkatrimi të pa imagjinueshëm. Pra Izraeli meriton një jetë më të mirë izraelitët. Dhe besoj kjo është çmenduria e Benjamin Netanyahu dhe rrjetit të tij dhe lajmet edhe djali i Smotrikut, i cili në mënyrë të paligjshme, të pa imagjinueshme deklaronte shfarrosjen e Gazës. Edhe Ben Gviri mendohet që ai psikopat ministër. Unë i kam thënë gjithmonë psikopat. Po vetëm njerëz nuk janë. Ai që vdiq tashni, po. Jetojmë në një botë me 3 standarde, jo me 2, se 2 janë pak, me 3 standarde. Ben Gviri del atje dhe mbështet vrasjen. 27 shtetas amerikan kanë vrarë. Shtetas amerikano-palestines asnjëherë s'flet njeri për shtetasit amerikan. Kur vritën, kështu që unë them që ka ardhur koha që edhe populli i Izraelit duhet ta kuptoj që nuk ka mundësi dhe kapacitete. Nuk ka, pavarësisht forcës ajrore, nuk ka mundësi Izraeli shpend, se s'ka thellësi strategjike. Është një vend me 50 kilometra thellësi. Me 20-30 raketa e ka shkatruar. Imagjinoje, urojmë lusim Zotin që të mos vazhdoj ky konflikt edhe 2 javë. Sepse nuk u futëm tek disa detaje që dëmtimi i radarëve të sistemeve Iron Dome, Arrow 2-3 thatë, tani e ka ul nivelin e interceptimit. Ndryshimi i strategjisë ushtarake iraniane, pra kjo është nga njëra anë. Ndryshimi i strategjisë ushtarake iraniane për përdorimin e raketave me 1 ton dhe 2 ton kanë përdorur sot, nga 1 ton ka shkuar në 2 ton koka. Warhead. Duke sjell për pasojë rritjen e impakteve në territoret izraelite. Dhe strategjia ushtarake e Iranit e zhvendosur drejt sulmit, pjesa 3, faza 3, drejt Microsoftit, drejt industrisë ushtarake, drejt Windows, gjitha investimeve në Haifa dhe në Jeruzalem kundër bazave strategjike, kundër akademive ushtarake, para 3 ditëve zgodit Mossadi, gjithë lajmet që zhvradhe drejtori Mossadit. Po edhe Netanyahu. Po këto lajmet ka konfirmuara. Po për sa kohë qindra portale dhe lajme i deklarojnë përfshi këtu dhe vllan e Netanyahut. Pra sulmi i shtëpisë ti. Irani ka treguar që kafsi dhe pikërisht duke e provokuar dhe duke e zhvendosur, duke e eksploruar më tej, dëmet e Izraelit janë aq të mëdha sa nuk ka mundësi që ti absorboj. Kurse territori i Iranit 1.5 milion kilometër katror e bën të pamundur shkatrimin e gjithë njësive ushtarake. Nga njëra anë për shkak të doktrinës që janë të futura thellësisht në tunele, armët strategjike, dhe nga ana tjetër shpërndarjes së tyre në mira pika, duke e pamundsuar sepse ka thellësi strategjike. Dhe pastaj, në rast se do ndërmerret edhe një sulm toksor që tani këto orët e fundit është duke u menduar nga ana administratës Trump, do të jetë një kurth nga i cili Trumpi do hyjë dhe unë nuk e di se kur do dali. Rrezikohet një Vietnami 2, profesor, një luftë e pa kuptimt 20 e kusur vjeçare? Në rast se do të futen me forca toksore, s'pari do rriten kostot, së dyti do shkatërrohet përfundimisht e arme politike e presidencës presidentit Trump. Këtu nuk bëhet fjalë për mid-elections, por mbasi është pjesë e strategjisë për të mos bërë zgjedhje, për ta futur vendin në luftë. Po, që si Roosevelt i dytë. Se ka edhe plane të tjera të cilat besoj që ju i dini, po unë s'kam se t'i them këtu. Po. Por që të ruajnë veten. Do ta gjakosi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithë kjo vetëm për interes të Izraelit. Absolutisht. Në disa diskutime që unë bëj këtu çdo tente, para se të fillonte lufta e Iranit, unë si njohës modest, po dashurues dhe dashnori i arkeologjisë, kam studiuar shumë për Jules Cezarin.
E kam kështu si thagëm atë në jetën time Jules Cezaren. Jules Cezari, i cili nuk ka qenë asnjëherë perandor, por çdo perandor emërtohet në bazë të emrit të tij. Dhe sipas i studimit fundit të 2015-s, ai skenoi vdekjen e vet, vetëm që ta kalonte nga republik në perandori Romën. Mos vall Trumpi është i Cezar, i cili duhet të skenoj vdekjen e tij, qoftë fizike, qoftë politike, për të hequr kancerin që e ka kapur sot e 60 vjet Amerikën, që ka ngulur metastazet e veta, që është ai paku që ne folëm, për të pastruar Amerikën, dhe kjo kosto e pastrimit të Amerikës nënkupton në një luftë civile brenda territorit, pra ajo lloj lufte të transportohet nga Irani në një luftë të brendshme. Nuk e di, po situata midis dy kampeve është thellësisht e tensionuar. Ka një pakënaqësi sepse në fakt asnjë nga shumicën e këtyre premtimeve që ka bërë, të paktën nga ana ekonomike, nuk ka asnjë, paktën për 13 muaj, që në momentin që ka hyrë president Trumpi, nuk ka asnjë përmirësim të ekonomisë. Të gjitha shifrat që i raportojnë janë fake. Nuk e di se ku është, për sa kohë që nuk ka ulje çmimesh. Përkundrazi, të paktën këto 24 orët e fundit, 48 orët e fundit, nafta apo benzina është rrit midis afërsisht 30%. Që thot bllokimi i ngushtisë së Hormuzit. Unë kam paralajmëruar të paktën 2-3 vitet e fundit. Të gjithë thonin s'ka mundësi dhe aftësi për ta bllokuar, jo vetëm që ka aftësi për ta bllokuar, por s'ka për të tentuar asnjë anije. Dhe kushdo që pretendon që siguria e lëvizjes, sigurimi i lëvizjes në ngushticën e Hormuzit mund vendoset nëpërmjet shoqërimit të tankerëve me luftanijet amerikane, unë po i siguroj që është e pamundur, sepse i gjithë Hormuzi, atje unë e kam analizuar nëpërmjet një kapitulli, të gjithë ishujt dhe Bregdeti, që nga ishulli Çeshm, që nga një pjesë e madhe e ishulli Farar, e me radhë këto ishujt e tjerë, Laraku, Siri, Farsi, Tungu i madh, Tungu i vogël, të gjitha janë të armatosura deri në dhëmb thellësisht në male. Dhe përrjelloj e bëjnë të pamundur. Në shtesë edhe të vendosjes minave, të cilat në ndecët dhe skafet e sulmit iranian, të paktën 2-3 ditët e fundit i kanë minos. Gjë të cilën ka provokuar edhe deklaratën e presidentit Trump për mosvendosjen e minave, ose na tregoni ku i kanë vendosur, sepse do përballeni me një sulm të jashtëzakonshëm. Kam dhe 2 pyetje të fundit për juve, profesor, dhe pastaj jeni i lirë se jeni shumë i ngarkuar. Pyetja para fundit është pak në karakterin human. Kanë shkatruar shkolla në Iran. Kanë vrarë fëmijë edhe në Izrael. Për mua fëmijët, qoftë afrikan, qoftë amerikan, qoftë izraelit, qoftë iranian, janë ëngjëj. S'duhet futemi fare te kjo pjesa. Apo bëhet, a janë prishur më saktë të gjithë rregullat e luftës dhe konventat e ndërluftimit mes shteteve, duke vrarë popullsi civile të dyja krahët? Pa diskutim, nuk ekziston më as Karta e Kombeve të Bashkuara, as ligjet ndërkombëtare, as gjykatat ndërkombëtare, të cilat janë krijuar pikërisht për të investiguar dhe për të gjykuar dhe dënuar kriminalët e luftës. Tashmë kriminalët e luftës i kemi në krye të shteteve, vazhdojnë vrasjet nga mjezi darkë, nuk pyesin për ligjet ndërkombëtare. Ligjet ndërkombëtare sot kemi hyrë në atë periudhë e cila quhet periudha e xhunglës. Po. Nuk pyetet më për ligje ndërkombëtare, për asgjë. Ajo që e shkatroi përfundimisht ishte operacioni ushtarak në Gaza dhe në Liban, i 23-25-s, të cilat i treguan botës se kush e drejton, çfarë mostrash e drejtojnë botën. Nuk po flas këtu për Epsteinin. Jo. Ka drejtuar. Ajo është Kush mostra ka drejtuar botën. Epsteini
është një shuplak për neve që jemi qenie totalisht irracionale, që shmangim çdo posibilitet të mundshëm që mund të ketë elita gjakatare, sepse ne nuk i shohim. Është si puna, unë nuk e besoj Zotin sepse nuk e shef. E njëjta logjik është. Po ti flisje njerëzve në 2020-ën, ore ka Epstein, do të merrni për të çmendur. Po ti thuash njerëzve, shikoj se Irani nuk është aq i dobët sa e bëjnë këta gjithologët tan, po i këtë thonë idiotash na tregon ti për Iranin. Shikoj çfarë po bën Irani sot, po bën genocid. Je pro-iranian, po. Je pro-rus, je pro-kinez. E ka bosi Gaza. Ignoranca në Shqipëri është në nivelet më të frikshme. Po, profe, se nuk lexohet libri, profe. Lexohet showbizi. Ky nuk lexohet. Lexohet, mjafton të kesh një telefon si ky, 2000 euro në dorë. E kanë të gjithë, si presidenti, si generali, si kamarieri, si lypsi. Kanë njëtin telefon dorë, se këtu ka kaluar e gjitha. Pyetja e fundit për juve, profesor, është çfarë mesazhi do t'i jepte Dritan Demiraj qytetarëve të Shqipërisë, por edhe të botës, atyre shqiptarëve në përbot, në raport me këtë lloj konflikti. Një gjë që ja vlen për t'u thënë, profesor. Bashkëqytetarëve të mi Shqipërisë, Kosovë, Maqedoni të Veriut, në Çambëri edhe në Malin e Zi. Kam parë që këto ditët e fundit keni kriju një urrëtie dhe flisni me urrëtie ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mbështesni qeverinë e ajatollahëve në Irak. Është një gabim i madh për shkak se orientimi strategjik i Shqipërisë, Kosova, çlirimi i Kosovës, mbështetja, sigurimi i pavarësisë, i sovranitetit, çdo gjë që varet për të ardhmen e Shqipërisë lidhet me një marrëdhënie sa më të fortë, me një bashkëpunim sa më të madh midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Pra, faktorit bashkëtar. Ne nuk na lidh asgjë me regjimin e mullave dhe të ajatollahëve. Sigurisht na vjen keq kur vriten fëmijët, edhe në Izrael, edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, edhe në Katar dhe në Arabi Saudite, pa diskutim edhe në Iran. Po që kam pa një urrëtie të jashtëzakonshme që flasin kundër presidentit Trump, kundër administratës, u shkatroft Amerika, u dënoft Amerika, kështu, kjo është, këtë e shoh si një rrezik potencial shumë të madh dhe jam i sigurt që një pjesë e madhe e këtyre njerëzve nuk është se kanë në shkollim ose mendim kritik ose si dush ta themi. Kurse për sa i përket konfliktit, urojmë dhe shpresojmë që sa më parë të gjenden format që pare tulen në negociata për shkak se këtu nuk po gjakoset vetëm Irani, por Shtetet Bashkuara të Amerikës, bazat kryesore të saj ushtarake, Izraeli dhe një vend, një pjesë e madhe e 6 vendeve të GCC-s plus Gjordani. Paqe sa më parë, bota është te i mbushur me konflikte, me urrëtie, jo vetëm fetare, racore, por shpresojmë që të ketë paqe sa më shpejt. Profesor, të falenderoj shumë, duke dashur që t'jeni edhe herë tjera kur të keni kohë pjesë e Tru Podcastit, me diskutime tuaja që unë i vlerësoj shumë, do t'i lexoj me një frym, biles do filloj me këtë librin, do filloj ta lexoj, sepse të betohem është enciklopedi. Për neve që jemi të gjeopolitikës, është enciklopedi për të marrë disa informacione reale mbi situatën, duke bërë po prap projekcione reale, pa si thon shpresë famshme folklorike tone, pa përdorur preshin që të shkosh në Stamboll me fjalime boshe ose me teorira konspirative të nivelit më çip. Unë kisha vetëm një fjalë të fundit për të thënë, për t'ju treguar juve këtu bashkë me profesorin që ju kam folur shumë shpesh për dashurinë, ju kam folur shumë shpesh për fuqinë që ka dashuria, por përpara se të dashuroni duhet të arsyetoni. Pse duhet të arsyetoni? Merreni të gjitha këto lloj ndodhi
merreni pa pikë emocioni duke parë skenar si do ishte bota shqiptare pa një fuqi amerikane në krah. E do apo nuk e do Amerikën, mbaje për vete. Racionaliteti na dërgon në krahët e Amerikës, sepse ne nuk kemi aleat të tjerë, pasi të tjerët aleat na i kanë zënë, kupton? Serbia ka Rusin dhe Kinën. Është treg më i madh Serbia se sa neve. Amerika na do ne, në thonjza, na do, na ka neve aleat. Të mos fillojmë të bëhemi shumë anti-amerikan, sepse do përfundojmë si Shqipëria pas vdekjes me Meçeut, të vetëm dhe me bunker. E kemi kaluar njëra të lloj periudhe, por mos të rrezikojmë që të na rikthehet prap. Iran, Izrael, Amerikë janë shtete të cilat luftojnë për interesat e veta. Dëmi kolateral jemi ne, qytetarët e thjesht, iranianët, izraelitët apo amerikanët. Edhe ne që po shifemi tani me njëri tjetrin, sepse na ka vajtur nafta 2200 lek. Do na vaj deri në 3000 lek të vjetra për litër. Prandaj duhet mbyllet lufta, prandaj mos bërtisni shumë lufta, sepse e paguajmë ne me xhepat tan. Profesor, të falenderoj nga zemra. Ishte një kënaqësi shumë e madhe për mua. Do jemi në kontakt dhe shpresoj që kur të vini në Shqipëri, t'ju takoj edhe nga afër dhe përqafime dhe fjalët më të përzemërta nga unë Shpend Gashi. Ishte një kënaqësi shumë e madhe që tani kemi edhe komunikim personal me njëri tjetrin. Zoti të bekoft dhe të pafsha lart e më lart, profesor. Ju faleminderit edhe gjithashtu edhe për ju. Ishte kënaqësi. Profesor, mirupafshim. Mirupafshim. Miq, ky ishte Tru Podcasti për sonte. Mbani ca shtnime, porosisti libra për gjithë juve të apasionuarit ose juve njerëz që më pyesni o gasht na jep në një titull, ja ku e keni një titull, Dritan Demiraj, strategjia ushtarake e Iranit. Po flasim nga koloneli i cili ka marrë titullin deri kombit dhe mjeshtri i madh. Po jo nga këto tituj që vinë kështu nga komunistët, hajde se po ta japim për të bërë një hero të panjohur. Njëri që e njeh terrenin dhe njeh relievin dhe gjithë lindjen e mesme, sepse e ka parë luftën nga afër, jo në për televizor. Mos harroni Tru Podcast, subscribe, like, share dhe donacione. Zoti ju bekoft. Thank you.